Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Sërish nesër do të mblidhen deputetët e Kuvendit të Kosovës për tentimin e tretë të konstituimit të legjislaturës së nëntë. Dje sipas kryesuesit Avni Dehari dhe pas takimit të partive politike nuk pati konsensus, andaj seanca u ndërprej. Ndërkohë opozita vazhdon t'ia kërkojë Albin Kurtit dhe kabinetit të tij aktin e dorëheqjes para se ta marrin mandatin e deputetit, ndërkaq partia që ka marrë numrin më të madh të votave po e konsideron dorëheqjen të pakuptimtë. Pas seancës së djeshme kanë reaguar edhe ambasadorët që shërbejnë në Kosovë. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka thënë se më shumë se 2 muaj prej kur populli i Kosovës votoi në zgjedhje, Kosova urgjentisht ka nevojë për kuvend dhe qeveri funksionale. Sipas tij, populli ka të drejtë të presë që liderët e tyre politik të punojnë së bashku në interes kombëtar. Edhe ambasadori i Gjermanisë, Jörn Rohde, ka thënë se më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve, Kuvendi i Kosovës ka mbetur në blokadë si rezultati taktikave bllokuese. Prandaj e thotë se duhet urgjentisht një bashkëpunim i mirëfillt për të siguruar funksionimin e institucioneve dhe formimin e shpejtë të një qeverie të qëndrueshme. Sot me disa aktivitete shënohet dita e dëshmorëve të komunës së Prishtinës. Me këtë rast, komuna në bashkëpunim me organizatat e Dalja nga lufta organizojnë aktivitete përkujtimore për të ndëruar jetën dhe veprën e dëshmorëve dhe të heronjëve të kombit. Do të bëhen homazhe në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Velani, nderime të shtatorja e herojit Zahir Pajaziti, aksion për dhurim gjaku në sheshin Zahir Pajaziti e disa aktivitete të tjera. Grupi Asnicent më shumë ka paralajmëruar se nesër do të mbajë protestë për të kundërshtuar ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ky grup sot mban konferencë për media për të dhënë detaje rreth kundërshtimit qytetar ndaj vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për rritjen e çmimit të energjisë me 16.1%. Zyrtarët e komunës së Prishtinës kanë njoftuar se nga nesër deri më 27 prill do të ketë kufizim të qarkullimit në rrugën Agim Ramadani. Njëri segment i kësaj rruge do të mbyllet për shkak të punimeve rehabilituese që janë të domosdoshme pas dëmtimeve të shkaktuara nga automjetët me peshë të rëndë, thuhet në njoftimin e komunës. Ditët e javës do të punohet gjatë natës, ndërkaq në vikend gjatë gjithë ditës. Gjatë kohës së punimeve pritën vështirësi në qarkullim në këtë segment rrugor, andaj nga komuna rekomandojnë përdorimin e rrugëve alternative. Izraeli ka vazhduar me sulmet ajrore në Gazë, ku ka sulmuar një kamp të zhvendosurve në Khan Yunis, i cili nga ushtria izraelite ishte caktuar brenda zonës së sigurt. Të paktën 16 persona kanë vdekur, ndërkaq 23 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Të paktën 16 persona kanë vdekur e 23 janë plagosur nga një sulm izraelit në një kamp të zhvendosurish në Khan Yunis në Gazë. Sulmi ka ndodhur gjatë natës në kohën derisa njerëzit ishin në gjumë. Ky kamp nga ushtria izraelite konsiderohej të jetë në të ashtu quajturën zonë të sigurt. Agjencia e lajmeve AFP ka raportuar se në 24 orët e fundit, si pasojë e sulmeve ajrore izraelite, janë vrarë të paktën 25 persona. Ndërsa ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, ka thënë se trupat izraelite do të mbeten nëpër zonat e sigurisë në Gazë edhe pas luftës. Katz ka thënë se këto zona do të shërbejnë si ato që njihen si tampon zona për të mbrojtur komunitetet hebreje. Izraeli do të vazhdon me blokadën e ndihmës humanitare 6 javëshe për t'i bërë presion Hamasit për lirimin e pengjeve, pavarësisht paralajmërimeve të agjencive të OKB-s për pasojat shkatrimtare. Të mërkurën, organizata Mjekët pa kufi u bë organizata e fundit ndërkombëtare që ka dhënë alarmin për ndikimin e kësaj fushate të Izraelit, duke shtuar se Gaza është shndruar në një varrezë masive për palestinezët dhe atyre që po u dalin në ndihmë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.